Përshëndetje të dashur miq, këtu kam sjell çomlek me mish lepuri sipas mënyrës time. Po e them që në fillim që mos kemi llafe më vonë. Për marinimin, do të tregoj marinimin. Unë e kam përgatitur dje marinimin, e lava mishin e lepurit, e kullova, e hodha në një tas qelçi, e hodha 6 kokra qep të vogla, ja 5 thelpinj hudhër, një karrot, një deg selino, piper kokër të kuq, kokër të zi edhe 2 gjethe dafine, një filçan kafeje uthull molle, një filçan kafeje ver të kuqe, pak piper, mua më pëlqen shumë piperi, keni vënë që vendos në çdo recet, e përzim mirë, e mbështjellim me letër transparente dhe fusim në frigorifer. Unë e lash për gjithë natën dhe e nxora sot. Ky është rezultati. Unë e përgatita në tigan, ky tigan është i madh, është gati për 10-12 persona, më pëlqej shumë ta gatuaj këtu se del shumë i shijshëm. E vendosim në zjarr dhe i hedhim një filxhan kafeje vaj lule dielli. E skuqim mirë derisa të shterojnë si vera, të avulloj, domethënë vera e uthulla. E skuqim mirë, sa të mplekse mirë aromat. Mund të jetë një domate të freskëta, unë i hodha salcë tomatesh, e kam përgatitur vetë dhe shumë e mirë, gjysmë kavanoz, gati një gotë, një lugë gjellë rafsh me krip të trash, e përzimin e mirë, do thoni pse ja hedh kripën tani, sepse nuk ja hodha që di, sepse mishi forcoj dhe nuk deli butë në zjerje. Këto receta kërkojnë pak durim, ti trazosh vazhdimisht, i hedhim shplajp shishe, si që shikoni i hedhim gjysmën e shishes me ujë, edhe trazoj mirë dhe e mbuloj me kapak, e lem gati 2 ore kam lënë me flak të ullët, me shumë flak të ullët. Edhe shikoni, vendosi një tenxhere me ujë të nxehtë domethënë të valoj, edhe her pas here shtoj një ujë, shikojni me sy. Pak e nga pak ujin, mos e hedhni të gjithë ujin për një herë, se këto janë ato sekretet që bëjnë diferencë. Se nëse e hedhni ujin që të zi, bëhet si bujlon, nuk bëhet domethënë mish i qull, nuk bëhet i mirë. Unë e shoqërova me pure patates, si thash, vendosim në pjatë. Doli vërtet një recet fantastike që të lëpish gishtat, familjarët ma pëlqyen shumë. I hedhim pak qep e lëngun. Dhe unë kam postuar edhe në YouTube edhe kam shoqëruar me oriz. Këtu me pure shumë e shishme. Ju uroj gjithë të mirat dhe mirupafshim.